Ndryshe. Përshëndetje gjithë. Jeta vjen dy herë në jetë. Që ju kish munguar këtë 1 prill vjen tani në Top Albania Radio me Elona dhe Salzano. Po I them gjithë që unë dhe pak jetë kam 2-3 orë do vdes. Çuça. Larg shoh. Bezuar 1 prillin. Oj goce, ka Samia. Unë di që Erionën, gruan tënde ti e ke të merrunja 2 herë për 1 prillin, a mund ta ndash me publiku? Patjetër. Ishte 1 prill. Ashtu. 2011. Ka shumë ka? Unë nisa nga Elbasani me makinën time. Nga Kraba, si hapur atëre. Jo, nuk ka qenë hapur akoma tuneli. Edhe marrë Erionën në telefon dhe I them Erion si me zërin pak shu ajo. Mirë, ha. Se ka një të çneky se sa ik nga shtëpia. Tash që kam bërë një aksident në Krap dhe kam kështu tash s'ka problem. Po më bëri me dorë Valbona. Erdhi Valbona? Erdhi Valbona. Po jam mbaroj këtë historinë edhe prit Valbona, rregullon çik flokët dhe hajde pastaj. Edhe? Edhe thash kam bërë çik aksident tash, po nuk është se jam bërë. Ç'a ke bërë? Thash makina është vrarë shumë, është prishur shumë, thash kurse unë s'kam kështu. Ore po çik. Thash nga që është dhe 1 prill sot. Edhe hedh telefonin. Dëgjoj po Eriona. Alo hiç. Eriona, shumë të gjëra të tua që kanë ngrënë. Domethënë edhe në këtë program telefonatën kurse edhe një. Sot e gënjeve jo. Sot jo. Apo s'ka marrë dita akoma. Jo, I thash mëngjes të dua shumë. Ma. Kjo është e vërtetë. Unë them çdo mëngjes. Kjo është e vërtetë. Mirë, ne jemi tani në Ndryshe, përshëndesim të dashurit tanë në taksi, në makinë, në trafik. Edhe Valbona që u vënua 2-3 minuta tha që Tirana ka një trafik që mezi çaj. Po, është e vërtetë. Kjo zakonisht është korrekte si natyrë, sepse ka bërë dhe emisione mëngjesi kjo që çosh erët. Po, pra. Po. Kështu që duhet vinte. Duhet vinte. Ta fusim tani apo ta fusim pastaj? E fusim pastaj me. Ku të futesh ti? Jo, po futet ti. Ta fusim të dy. Valbona Mjelli do jetë pas pak minutash në Top Albania Radio në Ndryshe, ndërkohë që kujtoj për gjithë ata që duan ta shohin Big Brother nga afër, Ledioni e pashë kishte postuar një lajmërim, një poster ku thoshte që mund ta ndjekin live duke bler bileta për të qenë në studion e Prime-eve që kanë mbetur 19 ditë nga finalja e madhe, po edhe sot. Si bie edhe 4 Prime janë edhe 5. 2 4 6 5 6. Dhe po thoja që edhe ky I sotshmi duhet jetë një Prime fantastik, ka lajmëruar që mund të dalë 1 ose 2 ose 3. Unë mendoj që 2. Mendoj. Dje kisha disa të ftuara që thanë po që 5 do ngelin fund apo 4, sa do ngelin? Po 4 të ftuarat e mia dje thanë, po që mund të ketë një kuti Pandore. Mos hajde vërtet kod Valbona, nuk fut njëri kështu kur dush ti. Është me biletë. Biletat e portokallis vazhdojnë të jenë në shitje, ju jeni çdo të mërkur, a ka një këngë me emrin Valbona? Në çakullon një gjë me Valbona që Valbona. Atëherë do të djes muzikën e filmit Valbona, mos harro pa parë lumin Valbona. Lidiana Kondakçi këndon një këngë tek udhtim në pranverë. Unë them që Valbona Mhilli të hy tani. Valbona Mhilli? Valbona Mhilli të hy tani. Pa këngë, ty direkt. Pa këngë, të na përshëndesi, shkojmë pastaj publicitet, zonja dhe zotrinj. Valbona Mhilli në Ndryshe në Top Albania Radio. Wow. Valbona, ulu këtu. Sa simpatike është, sa elegante është. Është era e parë që takojnë ju të dy? Era parë. Edhe për mua është era e parë që takoj me Valbonën. Pra. Atëherë mund të them me bindje që ti je më e mirë live se në ekran. Yllësh, kinga është. Vër kufjet? Si ishte gjendja në Tiranë, gazetarja jonë në terren? Ishte vërtet trafik shumë? Më falni shumë për vonesën, kishte shumë trafik. Edhe nuk është se ke tangëllikun e bigut që vjen me vonesë për treguar që është rëndësishme. Unë madje ditën që kam dalë nuk kam fjetur fare dhe jam munduar për qenë korrekte dhe për të kapur programet që më keni nderuar me faktin që më keni ftuar. Sa e mirë është? Shumë mirë. Është me vërtet më e mirë se ç'ishte në sepse kur doli një nga Big Brother 2-shi, çfarë ndodhi? Edhe ajo gazetare ka qenë. Kishte kështu? Nuk e di vazhdon aty ajo dhe kur e thirrëm thash ndihesh e rëndësishme, sigurisht ta përdesa më keni ftuar në emision, jam e rëndësishme. Nuk e kundërta. E kundërta e bonit. Dhe tash natë mirë, po s'kishte dalë gjesi atëherë. Hajt natë mirë. U kry çdo se. E ke pa portokallin besoj se për atë po flisnim. Ore Salzano, çfarë më keni bërë ashtu? Çfarë kemi bërë? Po Bora Zemani. Po ona. Po idiot, po jo më Valbona nuk e kemi vetë. Po Salzano.
Ua, Mirë se do kemi intervistë shumë fani, nuk ka lidhje me intervistat që ke bërë te tash, që të merresh vetëm me Big Brotherin, jo. Sa mirë. Sa mirë se kemi shumë gjëra për të dashur. Tani do të përshëndesim me një këngë. Do më përshëndesni, ja. Po kam parë që më kanë dërguar ja 2 këngë në YouTube që i kishin na i kishin kushtuar, po Ju i kishin kushtuar ty? Fansat e tu? Me vërtet na nisni Na i kishin kushtuar. Jo, po, domethënë jo vetëm mua, po edhe njërit që është aty në Big Brother. Shumë mirë, atë do na thuash jashtë mikrofonit këtë, ne ta vendosim, po kush ta kupton, ne ta kuptoj. Okej. E qeshura bonus do të përdor për single free. Po qeshura jote do të jetë për sikël. Bona gjë shumë bukur. Kur kam dëgjuar Elonën, kur dëgjoj Elonën që e ka tonalitetin e lartë, me thënë drejtën, okay, nuk jam e vetëm. Unë duhet isha për Big Brother. Duhet. Disa vetam kanë thënë këtë kohë. Duhet të na vijë. Është e mirë kjo sepse nuk je përgjithshme zë e veçantë. Edhe ti dhe Elona. Kështu që one and only. Elona dhe Bona. Si do i kishim kap në atë. Po rrim ke intervista sot. Tërmet do ishte bërë. Tërmet. Zonja dhe zotrin, Valbona është Valbona, do të jetë me ne deri në orën 19. Kemi një intervistë shumë interesante për të, po siç tha dhe më i madhi në vend, Salsano Rapi ka muzikë. Nga mosha po fletë, për nga mosha po. Për nga gjitha. Për nga gjitha. Po pse më çak do Ato që duken, ato që duken. Edhe në 18:15 ka reklama dhe kthehemi pas pak me Bonën, po do përgatisim në një reels të bukur se. Patjetër. Reels do bëjmë tani. Ti je Will Smith, unë jemi ato të dy goca. Mirë, unë jam Will Smith. Ti je Will Sa më Smith. pëlqen. Apo jam dhe i zik kështu. Grupi Bona, pëlqen radio ty? Wow, radio është dashuria ime e parë, kam punuar që në moshën 8-9 vjeç. Edhe Emision për fëmijë? Po. RTS? Jo, nuk kam qenë në RTS. Në Radio Tiranë domethënë. Në Radio Stinët në atë kohë, nuk e di nëse e mban më. E mban mund si jo. Edhe kam pasur emision për fëmijë, Stina juaj, ku bëja emision me xhixhëza dhe këngë për fëmijë. Po ta bukur. Shiko, si ishte puna e këngës Valbonës? Nuk e di, gjetur këngë? Çuna dhe Bona valla më kupton, më thuaj jam e do, po s'më don. Në ndritën e kamerave jetojmë, por ndjenjat e vërteta shikon? vallë ku i fshej. Çfarë thua? Kush e ka rënë? Ndjenjat e vërteta vallë ku i fsheh. Menduri, a është dashuri apo loj pa kufi? A më do, apo s'më do, fjallet e tua jam jegur në këshov, shikimet tua E njeh si këngë ti? Mua më ka dërguar Tim Vala këtë këngë, ku i përshëndes dhe nuk nguron asnjëherë duke më shkruar, duke më dhënë mbështetje dhe ju Çfarë është Tim vetëm. Vala? Valbona Laerti, Vala. Po e bëm në Portokallinë Vala, Çiçi Vala. Po pse nuk kujtohesh apo ke haruar? Po s'po më shkonte mirë në Vala, thash mos është Valentina në jemi kështu, Valentina Vala shkurt. Jo, edhe më ka dërguar edhe një këngë tjetër, me thënë drejtën, po nuk e bëj. Çuna patë e gjetëm tjetrën? Nuk e bëj. Thjesht bëj search. Apo kështu janë dashurie të dyja. Po, ndoshta për dashuri, po të dyja për dashuri bëhet. Mos e kuj pallati jot Valbona, mbushur plot me bidona, o bon po si, domethënë këto fanta që komentojnë që kanë edhe klipe, këngë gati, Tim Vala, duan t'ju shohin bashkë si çift apo? Domethënë tani jam e sigurt që janë duke më ndjekur sepse që mbrëm që kemi postuar që do isha këtu. Edhe po si nuk flen kur ato? Nuk flen. Ka lënë dhe ty pa gjuhë. Jo, i shikoj gjithë kohës, janë shumë aktiv, shkruajnë, merren me çdo detaj. Kemë shumë dhe rikthehen edhe fansa të mirë apo të këqij. Shumë të mirë. Shumë të mirë. Bonat kanë thënë që ngjan me Melanie Trump? Ma kanë thënë këtë. Kanë thënë, ëh? Wow, sa ngjan me zonjën e parë të Amerikës. Të botës. Dgjoj, unë mendoj që ta fillojmë. Fillo, futo tani ti zhytu. Jo, kam mundësi të bëj vetëm unë, kam 4 pyetje, po e duar përgjigjen me një po ose jo. Okej, do jetë shkurt, pa zgjatime. Imagjino unë të them një përgjigje shkurt, po ose jo. Vetëm vështirë është, po prandaj ne po të vendosim në sfidë. 4 pyetjet, quhen 4 pyetje për 4 javët e muajit. Hajde, shkojmë. Ule pak bazën, lutem, që ta bëjmë bukur. Ashtu. Thonë që ti dhe Laerti keni lënë të lidheni sapo dalësh nga Bigu. Po.
Thonë që ti ke qenë e dashur e Jozit për një vit. Po. Ua. Thonë që e lesbike dhe eksperiencën e parë ke me Livian. Livia më fal, po. Thonë që po e fitoi Laerti Bikun, ka thënë që të japi gjysmat e çmimit, gjysmat e lekëve. Po, dhe një po e madhe. Atëherë gjithë ato pyetjet ishin kot se ishte për 1 prill. Gëzuar një prillin Balbona. Gëzuar 1 prillin, po pa diskutim që po. Tani, e imagjino pak të ndaj Laerti çmimin me mua. A kupton? Laerti do blej shtëpinë. Domethënë ti gënjeve, ha? Ti gënjeve. Imagjino pak çfarë kisha me Livian unë. Me Livian Eksperjenca eksperiencë dashurie, po eksperjenca parë me Infernal. Me Livian. Jo. Tek Jozi ku ishim apo? Lëre, jo, të gjitha janë jo, gëzuar 1 prill. Gëzuar 1 prill. Gëzuar 1 prillin për po, jo për jo, se jo është e vërteta. Kështu i bie. Po, jo është e vërteta, kurse po ishte dënjeshtra. E diti Bona që ka shumë njerëz që ende nuk e besojnë që ti je jashtë shtëpisë Big Brother, thonë, "Ua, po si doli Valbona kështu, pa aty kishte të tjerë përpara që duhet të dilnin." E vërtet është kjo, e ndjej çdo ditë me të gjitha mesazhet që më dërgojnë. Por e rëndësishme është që unë kam një hije atje në shtëpinë e Big Brother dhe marr frym dhe atje. Që ndjek Laerti nga mbrapa. Po, do me thënë, mund të themi, mund të japim të drejtë atyre që thonë Valbona ishte në nominim shumë të fortë, Valbona e nxori Laerti. Apo së rrin kështu. Nominim i fortë ishte, nuk mund të themi që nuk ishte, dhe ne kemi pasur një mbështetje shumë të madhe dhe e kam ndjer në momentin që unë kam dalë nga shtëpia e Big Brotherit. Gara kjo është, në momentin që janë 2 të nominuar, njëri shumë i fortë kaq. Njëri do dalë, tjetri do qëndroj brenda. Pse ishte Laerti më i fortë se ty? A ishte Laerti më i fortë se ty. U bë një votim edhe vendimi ishte që Laerti ishte me më shumë vota se sa unë. Domethënë, unë kam mësuar diçka nga eksperiencat e mia dhe nga jeta që kam bërë. Në momentin që je në një garë, dikush do të fitojë, dikush do të humbë. Dhe nëse e marrim si 2 lojtar, ne ishim përballë njëri tjetrit, Laerti e kaloi sfidën ndërsa unë nuk e kalova dot. Por duke marrë atë sfidë që ishte shumë emocionale, ishte shumë nga ana ime shumë e përzemërt, zhgënjimi që ishte brenda, një zhgënjim shumë i madh dhe ishte një nominim jo fort i lehtë për ta kaluar. Pse ke marrë kaq shumë? Do vinte një moment që ju do ishit të veçanësh, edhe momenti ti provove dhe kaq. Patjetër, Salsano. Dgjoj, është një kështu thon batut këta që merren me sport. Më thuaj. Që kur përballesh me Barcelonën, po trafi Barcelona s'ka asgjë të keqe. Po lush me Ballçin, do të vinë keq. Më duket ky që ka fan. Laerti Barcelona. Dgjoj, ky që ka fan si i Laertit, sepse Laerti bënte këto krahasime në shtëpi. Unë nuk jam fan si Laertit, Laerti është fan si im, që ta dish. Okej. Po unë jam njihem me Laertin se që ta dija që të mos thëja përgjigje fare, do të flisë vetëm me Elona. Po janë edhe një kategori janë aktorë, artistë. Ti po vjen edhe pak me mua, do më duar si Laertin. Sa pishmanie bër për këtë eksperiencë që kalove, kur dole dhe peç kishte ndodhur aty jashtë me ty? Nuk jam bër fare pishman, fakti që unë kalova të gjithë të eksperiencë, unë kam qenë bona në atë shtëpi, nuk kam gënjur kurrë, kam qenë shumë e sinqertë në çdo ditë që kam kaluar në shtëpinë e Big Brother VIP Albania. Jo, në kuptimin që ti dole pe veten tënde, pe komente, pe çfarë bër, edhe thua që pse e bëra këtë gjë, fjalë brapi, pse hyra, mos i prisha punë vetë sa mos e rregulloj. Nuk e pasur pishman. Nuk jam bër fare pishman sepse diçka, Salsano dhe Elon, ju e dini që publiku sado që në fillim mund të shikojë diçka është i paqartë, pastaj duhet kohë për të parë realisht kush është Bona, kush është Elona, kush është Salsano. Krijuar një opinion për. Kështu që jam e sigurt që kjo gjë ka ndodhur dhe me mua jashtë. Me aq sa kam parë dhe me aq sa kam ndjekur dhe e rëndësishme është që tani publiku shqiptar e një Bonën.
e di tani e di se kush është Bona, e ka ndikur rrugtimin e saj, Por shpesh atë që ke qenë në shtëpi, se ti mund të jesh ndryshe jashtë. Për atë që ka qenë në shtëpi, shpesh e kanë paragjikuar, shpesh i kanë dhënë zë disa gjërave që për Bona nuk kanë ekzistuar kurrë. Fakti që në një moment këtu ishte Bërnami që çfarë bëhet me Bonën dhe Jozin, ëh, domethënë as nuk e kisha menduar kurrë që jashtë mund të bësh temë diskutimi, edhe mund ta ludonte një Shqipëri e tërë se a janë bashkë, a kanë qenë bashkë, a bën lojë apo s'bën lojë, po sa ka qarë kjo Bona për Jozin. Domethënë shumë qave, me thënë drejtën. Tani Tani Po të kishin qarë për mua ai shumë, unë nuk e di ç'do kisha bërë për ty. Aty kishin qenë aludimet më të mëdha. Dgjoj, mbyllja në shtëpi, Jozi ishte i vetmi nga banorët që unë e njihja edhe nga jashtë, edhe kisha shok, edhe ishte i vetmi person që kisha në shtëpi që mund të shkoj aty, mund të merrja një fjalë të mirë dhe dija që po ma thot ashtu tamam ose një përqafim të ngrohtë dhe dija që ai po më përqafon. Nëse i ke thënë shumë të gjëra. Dum gjëra tjera. Po, dum gjëra të reja, ne ritëm ne. Dgjoj, tani që ke dalë. Po. Për shembull unë e shikoj si veten që çfarë nuk e bër ti që doje ta bëje. Për shembull më konkret ta bëj që si nuk i thash unë Laertit këtë të gjë. Si nuk e hëngra unë atë darkën me Laertin që më hëngër. Me fjalë, çfarë pismani s'ke nga ato që s'ke bër, e tani që dole dhe pse se bëra. Si se kapa herë ta. 2-3 gjëra. Jo, nuk është. Jo kështu, mund të jetë gjëra. Po këto më vinë mua. Sa nisë çdo gjë të ndihmojmë ne për shkak. Më ndihmo pa. Ja pra darkën ta thash. Darkën, jo, nuk jam kur nuk jam bërë pishman që nuk puthe me Laertin normal. Po prita përfundoj. Kur nuk jam bërë pishman që nuk hëngra darkën me Laertin, sepse për të gjithë ata të cilët e kanë ndjekur Big Brother VIP Albania dhe për aq kohë sa unë po e ndjek disa puntata, domethënë vërtet ky është vërtet Lerti është sjell kështu dhe unë nuk i kam parë cepat e shtëpisë ose unë dëgjova banorë që thoshin Bona po shiko se po pse mi çka kanë bërë s'ka bërë ndonjë gjë. Po kam parë disa po kam parë tani do të kthej kokën kthe nga motori. Jo. Kështu që nuk kam menduar kurrë që as kur isha në shtëpi ja kam thënë dhe Laertit, por as kur kam dalë jashtë. Zysh Valbona. Që nuk hëngra darkë me Laertin. Si pishman fare. Fare. Kurse për putin as bëhet fjalë që tani as që nuk bëhet fjalë. Po do je bër bisman që nuk u ktheve vëndçe. Që nuk u ktheva vëndçe. Sa bukur e tua. Po unë jam kthyer. Dgjoj, unë aty ku kam pasur. Domethënë aty ku kam pasur për ju kthyer jam kthyer. Më kupton se po në një gjë të rregjur nuk e dashur edhe je bër bisman. Danjën e kam mbrojtur shumë, për vetmin fakt që zgjodha që të mos i kthehesha Danjës. Bona ma komento pak Danjën në marrëdhënie me Eglin se kanë disa orë ditë që me njëra tjetrën janë duke u dhënë shumë. Ne i themi bythe brek. S'janë më. U prishën? Janë prishur. Janë vetëm Ja vetëm ky formati Big Brother ka diçka shumë të mirë. Kurse jemi në publicitet. Jemi në publicitet, unë do të zgjat. Ose mbaj se e themi pas publicitetit. Publicitet.